Mirëmëngjes, shikues të #gjesit, mirë se po takohemi edhe sot si çdo të martë në rubrikën Shneta. Sot do të flasim për rastet paliative dhe të ftuar kam doktorin Patos Katanolli, anesteziolog në Spitalin Amerikan. Mirëmëngjes, doktor, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Doktor, a na tregoni fillimisht çka janë rastet paliative? Më thonë, mjekësia paliative që trajton rastet paliative është një degë specializuar e mjekësisë, e cila merret me fokusin e saj apo trajtimin e saj e ka në përmirësimin e cilësisë së jetës së pacientëve të cilët vuajnë nga sëmundje të rënda kronike apo kanceroze, të cilat përkundër trajtimit medikamentoz dhe kirurgjik që mund ta marrin, kjo pjesë fokusohet në trajtimin e simptomave të tyre dhe rritjen e cilësisë së jetës përgjatë të periudhës së jetesës e cila realisht ju ka mbetur. Është një farë forme, doktor, menaxhim i dhimbjeve të mëdha të pacientëve në këto raste? Sigurisht se rolin kryesor, pothuajse apo shumë të rëndësishëm në trajtimin e këtyre pacientëve e ka menaxhimi dhe i dhimbjes, për shkak se në sëmundjet e rënda kronike, sëmundjet kanceroze kështu më radh, dhimbja është një ndër simptomet të cilat më së shumti i brengose dhe pacientët më së shumti e vuajnë. Prandaj është e vërtetë që dhimbja është një ndër elementet të cilat për këta pacient trajtohen, por gjithsesi ekzistojnë edhe shumë simptome dhe shumë çështje tjera, të cilat janë pjesë apo fokus i trajtimit që e bën mjekësia paliative. Doktor, për cilat janë sëmundjet që më së shpeshti kërkojnë kujdes paliativ? Sëmundjet, cilat më së shpeshti kërkojnë trajtim paliativ, mes tjerash janë kanceri, të gjitha sëmundjet kanceroze, por sigurisht se një gjë që duhet të ketë të qartë është se nuk është vetëm sëmundjet kanceroze, por ekzistojnë edhe një numër varg i madh i sëmundjeve të tjera kronike, të cilat për një kohë të gjatë mundojnë pacientin dhe në një farë mënyre ja vështirësojnë jetën që ta zhvillojnë në mënyrë normale. Këtu përfshihen shumë sëmundje që kanë të bëjnë me traktin e frymarrjes, sëmundje që kanë të bëjnë kardiovaskulare, disa sëmundje neurologjike, demenca, kështu më radh, pra janë sëmundje të cilat në një farë mënyre e kufizojnë jetën normale të pacientit në stazet e vonshme. Prandaj të gjitha këto kanë nevojë për kujdes paliativ përpos sëmundjeve kanceroze, të cilat zakonisht konceptohen që janë ato kryesore që e kanë nevojë për një kujdes të tillë. Po. Doktor, po kur është momenti që një pacient dërgohet në kujdes paliativ? Cilat janë ato simptomat që nuk duhet neglizhohen në këto raste? Ndonse shumë shpesh drejtimi për kujdes paliativ bëhet në kohën kur simptomet bëhen të padurueshme, siç janë dhimbja apo edhe vështirësia në frymarrje dhe çështje tjera, prapë se prapë është e rrugës do të ishte shumë e rëndësishme, të cilat që në momentet kur e kemi prapos që një sëmundje është e rëndë, atëherë të fillohet sa më herët me trajtimin e këtyre simptomeve, që mos të vim në një situatë kur simptomat janë vështirë të menaxhueshme dhe pacienti të vuajë për një kohë më të gjatë derisa të vijë në atë stad. Prandaj në komunikim gjithsesi, për shkak se mjekësia paliative është një fushë multidisiplinore ku përfshihet mjeku trajtues, qoftë kirurgu apo neurologu apo onkologu, të cilët bashkohen me mjek të cilët bëjnë menaxhimin e dhimbjes, me psikiatra, psikolog, punëtor social e kështu shumë radh, për shkak se të gjithë këta së bashku duhet të vendosin që pacientin ta trajtojnë sa më herët që është e mundur. Gjithsesi këtu duhet ketë parasysh që roli i familjes, për shkak se kur kemi bëjmë me një pacient të rëndë, gjithsesi është një barë shumë e madhe për familjen. Për shkak se në rrethana të tilla është e vështirë të menaxhon pacientët të tillë. Prandaj gjithmonë si një ndër arsyet që sa më herët të dërgohet në trajtimin paliativ është edhe vështirësia që familja e përjeton. Për shkak se edhe ata fatkeqësisht e vuajnë pothuajse në mënyrë të njëjtë vështirësinë të cilët pacienti e kalon. Doktor, a ka raste kur familjet kërkojnë, a janë të informuar mjaftueshëm që me kërkojnë? Nuk mendoj që janë mjaft të informuar mjaftueshëm, po sigurisht se ka raste dhe ato raste janë në rritje sipër, për shkak se sigurisht se me rritjen e shërbimeve më cilësore, shëndetësore, apo me rritjen edhe standardit të jetesës kudo në Evropë apo edhe këtu, jetëgjatësia është duke u rritur realisht.
Për këtë arsye edhe këto smundjet që na përmendën, smundjet kanceroze, smundjet kronike, gjithsesi shkojnë duke u shtu. E me shtimin e këtyre shtohet edhe kërkesa për trajtim paliativ. Për këtë arsye tash familjet vendosen në një situatë shumë të vështirë ku kanë pacient të rënd, pacient të moshuar, të cilët realisht nuk kanë kapacitet që ti trajtojnë. Për këtë arsye që çdo herë më shumë kërkohet, po unë mendoj se në Kosovë ka nevojë për rritje të këtij shërbimit, për shkak se shumë shpesh edhe familjarët janë në hall, nuk dinë ka të drejtohen, kanë probleme, po sigurisht se një prej adresave është mes tjerëve dhe Spitali Amerikan, po kudo që ka shërbime paliative do të duaj sa më herët të drejtoheshin, në mënyrë që të trajtohen sa më herët këto simptome edhe të rregullohet cilësia e jetesës së atyre pacientëve për aq sa kohë. Sigurisht se jetëgjatësina nuk mund ta përcaktojmë, edhe qëllimi nuk është që të shkurtohet apo të zgjatet jeta, por qëllimi kryesor i shëndetësisë paliative apo mjekësisë paliative është që periudhën e jetesës për sa ka mbetur ta bëjmë më cilësore, më humane dhe të jetojmë me një dinjitet më të lartë. Për shkak se nëse ne arrijmë me menaxhu dhimbjen, me heq simptomat që e mundojnë siç është nauzea, vjellja, humbja fuqisë, ku provojmë ta ngritim pak fuqinë, gjithsesi ajo periudhë e jetës do të jetë më cilësore për këta pacientë. Doktor, ju po thoni që është më mirë sa më herët, megjithatë, a është ndonjëherë vonë për këtë trajtim? Në kuptimin e trajtimit shërues shëndetësor, nëse mund të them një gjë të tillë, domethënë kur po them shërues shëndetësor është për me marr trajtimin me kimioterapi apo me kirurgji apo këto trajtime ndora. Ato vendosen sa më herët, po në princip kur fillojnë simptomet, sa më herët është më mirë. Për shkak se edhe cilësia e jetës, edhe ballafaqimi i pacientëve me smundjet që e kanë gjithmonë rritet kur e kemi një cilësi më të mirë të jetesës. Doktori, përmendët pak më herët pacientët me kancer, si menaxhohen dhimbjet në këto raste tek pacientët me kancer edhe tek metastazat në kocka edhe smundje tjera të rënda? Me thonë, siç me të drejtë e përmend, është se dhimbja është një ndër shkaktarët kryesor të vështirësisë që të pacientët me kancer e ballafaqohen gjatë jetës atyre. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme menaxhimi i dhimbjes. Këtu hyn në mas të madhe roli i mjekësisë paliative që e ka këtë menaxhim e dhimbjes. Për menaxhimin e dhimbjes ekzistojnë shumë metoda, por ato bëhen rast pas rasti. Për shembull, siç e përmendet ju, ka raste kur pacienti bën metastaza në organe të ndryshme. Mund të bëjë në kocka, mund të bëjë në mbëlqi, në mushkëri, edhe rrjedhimisht edhe dhimbja paraqitet varësisht se ku është të prepur pacienti. Për këtë arsye, pacientët që kanë dhimbje të tilla duhet të adresohen në institucione specializuara për këtë, edhe mbasandej mjeku që është anesteziologu që merret me menaxhimin e dhimbjes, së bashku me kolegë tjerë, neurologun e kështu me radhë, ta bëjnë një plan dhe ta trajtojnë dhimbjen. Në përgjithësi, nëse flasim këtu në terma më të gjerë të menaxhimit të dhimbjes, dhimbja patjetër mund të bëhet me medikamente, të cilat ekzistojnë nëse mund të themi ashtu në fortësi të ndryshme, mund të jenë më të buta deri te ato më të fortat. Të gjitha këto eskalohen apo shtohen gradualisht derisa ta arrijmë një mbulim të mjaftueshëm të dhimbjeve dhe derisa ajo dhimbje bëhet e pranueshme për pacientin. Nëse ndonjëherë nuk mund të hiqet plotësisht, po s'paku të jetë e tolerueshme për pacientin. Të menaxhohet. Të menaxhohet fiks. Gjithashtu ka metoda edhe më invazive ku përdoren disa gjylpëra dhe disa anestetik lokal të cilat e mpjejnë apo e reduktojnë dhimbjen në region të caktuar. Po sigurisht se kjo bëhet rast pas rasti, edhe bëhet varësisht se çfarë problemi ka specifikisht pacienti i caktuar. Doktor, sedacioni paliativ, çka është? Edhe kur është e nevojshme që një pacient ta marrë këtë? Sedacioni paliativ është, që më thonë, nëse kisha mujt me thonë si vegla e fundit në dorën e një mjeku për trajtimin e pacienti. Fatkeqësisht ka raste kur pacientët caktuar mbërrin në një fazë ku realisht nuk mund t'i përballojnë apo humbin shumë funksione kryesore të jetës, vetëm ajo që e dominon gjithkohon është dhimbja. Dhimbja dhe shumë simptome të tjera të cilat në gjendje plotësisht të zgjuar
janë shumë të vështira për fatkeqësisht për pacientin që t'i përballoj ato. Për këtë arsye futem ndonjëherë në sedacion paliativ. Po. Dhe sedacioni paliativ e ka qëllimin që të jepen borna sedative apo qetësues në termin më shqip, edhe borna kundërdhimbjes apo analgetik që e quhet shpesh. Ato futen në mënyrë kontinuale edhe pacientin të tërkohën e mbajnë në gjendje të dhimbjes së minimizuar, po edhe në një gjumë të lehtë. Ideja është se kjo duhet të bëhet dallimi, se sedacioni ka për qëllim pacientin ta mbajë të vetëdijshëm, por në një gjumë të lehtë. Për shkak se duhet të diferencohet një gjë që është për shembull bornat ku futet pacienti në gjendje pothuajse gjumi të rënda apo kome, të cilat realisht shteti ynë nuk i ka ato. Ekzistojnë disa shtete të caktuara të cilat e lejojnë këtë lloj procedure, po në rastin e Kosovës dhe shumë vendeve tjera, kjo nuk është e lejueshme, po thjesht ato që mund ta bëjnë mjekët në trajtimin e këtyre pacientëve të cilët simptomat vështirë është i menaxhohen, është që të futen në një sedacion apo në një gjumë të lehtë, në njëkohësisht të japin edhe borna kundërdhimbjes që një periudhë të caktuar të mos kenë vuajtje të cilat e kanë vështirë të përballojnë në gjendje të tërësisht të zgjuar, nëse më thoni gjatë këtij. Doktor, po si ndihen pacientët në kujdes paliativ përveç shqetësimit edhe menaxhimit të dhimbjeve, a kanë efekte anësore, a ka efekte anësore ky trajtim? Sigurisht, gjitha këto që i përmendëm, se unë e përmendëm edhe më herët, dhimbja është komponent kryesore te menaxhimi i këtyre pacientëve paliativ, po janë edhe shumë simptome tjera, të cilat i shkakton smundja, po kanjëherë i shkakton edhe terapia për menaxhimin e dhimbjes. Domethënë këtu kemi të bëjmë me vështërsim frymarrje, nauze dhe vjellje, të cilat janë simptome shumë të bezdishme, nëse ma pak përmendem, po janë ekstrem të bezdishme për pacientin edhe për cilësinë e jetës së tij. Edhe të gjitha këto duhet të menaxhohen, domethënë qëllimi i kujdesit paliativ që pas dhimbjes është të menaxhojë edhe këto simptome tjera. Për shembull, nëse ka vështërsim frymarrje, të cilat mund të shkaktojnë efekte anësore, mund të jenë edhe terapisë apo edhe vjedhje, të japin borna adekuata, të cilat e lehtësojnë frymarrjen, e lehtësojnë simptomet që i thojmë të gastrointestinale, të vjelljes apo kështu me radhë, dhe në një farë mënyrë e menaxhojnë pacientin në shumë aspekte. Ka raste për shembull në vendet që kanë ende më të zhvilluar, që na supozojmë ne edhe synojmë të arrijmë aty, për shembull ka raste kur përdoren edhe borna stimuluese, të cilat pacientin e revitalizojnë spoku për një periudhë të shkurtër. Për shembull ka raste në vende të caktuara kur pacienti realisht i jipen borna ndoshta amfetamina dhe lloje tjera që ta bëjnë gati që të shkojnë në një lloj ndeje familjare për shembull, ta fitojnë një forcë që ta kryej një vizitë apo një situatë të tillë, një gjendje fest familjare apo të themi që spoku për atë kohë të jetë në një gjendje më të mirë të përballojë atë. Do thonë trajtimi paliativ ka shumë aspekte, shumë elemente të cilat na gradualisht po provojmë me zhvillu për çdo ditë më shumë. Doktor, po si bëhet edhe sa zgjat trajtimi paliativ? A ka raste kur është i nevojshëm për ditë? A ka raste ku frekuenca e tij mund të zgjasë më gjatë? Realisht, trajtimi paliativ që përmendëm bashkë edhe më herët ideja është që me rritë cilësinë edhe dignitetin edhe jetës për aq kohë. Domethënë, trajtim si i tillë nuk ka timeline, nëse më thoni gjë të tillë. Nuk ka qëllim as ta shkurtoj as ta zgjat jetën, po ka qëllim që këtë periudhë ta menaxhoj sa më mirë për pacientin. Po për shembull në rastet kur janë shumë të rënda, kur kanë shumë dhimbje, kanë dhimbje të përditshme, të mëdha që s'mund t'i përballojnë. Ajo menaxhohet në mënyrë më intenzive atëherë. Domethënë, në raste të tilla, domethënë eskalohet trajtimi menaxhimi i dhimbjes. Kjo bëhet në shumë mënyra, mund të përdoren infuzionet kundër dhimbjes, mund të përdoren patches, ngjitsa që lirojnë borna kundër dhimbje, mund të përdoren bllokadat ndryshme që i bëjnë anesteziologët. Pra të gjitha këto, në rast se ka nevojë për trajtim më intenziv të dhimbjes, atëherë sigurisht që pacienti duhet të jetë më i lidhur për spital. Për shkak se ato borna që përmendem me të drejtë kanë edhe efekte anësore. Me thonë, nëse një pacient menaxhohet në mënyrë më agresive dhimbje, gjithsesi ekziston mundësia që të kenë edhe efekte anësore, të cilat pastaj duhet patjetër të trajtohen në spital.
Nuk është se ka një timeline të sakt, po sigurisht se duhet të analizohet rast pas rasti, po patjetër që ka raste ku kërkojnë një trajtim hospitalor derisa ta fitojmë një stabilitet më të madh. Po, pra përcillet atë gjendja e pacientit edhe çush po reagon ndaj. Gjendja e pacientit po edhe një sens që s'do të marrë dhe gjendja familjare. Gjendja familjare. Se shumë shpesh se njerëzit e abstrahojnë shpesh këtë fakt që e marrin si pacientin që është kryesori në ato, po është edhe një vujtje që shpërndohet te familja. Po, patjetër. Tash ka raste kur ata nuk janë gjendje, janë me thonë të mbimbulum edhe prej emocioneve dhe pingarkesës edhe që me trajtu. Për këtë arsye edhe aspekti familjar është shumë i rëndësishëm në trajtimin. Se ndonjëherë thjesht ka familje për shkak të dinamikës, natyrës, punës e kështu me radhë që nuk mund të ndihmojnë shumë aq sa ka nevojë realisht pacienti. Doktor, cila është pjesa më e vështirë kur përballeni me një pacient që e dini që nuk ka më mundësi shërimi? Ka momente edhe të vështira sigurisht se është diçka, po unë mendoj që më e vështira ndoshta është edhe komunikimi, se shpesh duhet një pacient i cili është në gjendje të rëndë, stadie terminale kështu më radhë, duhet t'i kumtohet edhe që çka pritet. Më thonë, një ndër elementet kryesore këto është domethënë të shpjegohet pritshmëria dhe pacientit dhe familjarëve. Se shpesh njëri kur shkon në spital shkon me një shpresë. Shkon me një shpresë se ka më bë më mirë apo diçka, e në disa rrethana është e pamundur që të përmirësohet për përfundimisht gjendja e pacientit. Edhe kjo duhet të komunikohet në mënyrë që të pritshmëritë të bëhen më realistike, gjithmonë e konsideroj se është një vështirësi kur provon me ja hub shpresën pacientit. Që nuk është qëllimi me ja hub shpresën, po realisht me ja kallëzu realitetin brenda të cilit jeton ai dhe familja vet. A është shumë i vështirë ky moment, doktor, sepse e keni përballë pacientin që duhet mendoj se është një ndër momentet më të vështira që si ofrues të kujdesit paliativ më i përballojnë. Mendoj se në këto raste, doktor, cili është reagimi ndoshta edhe i familjes edhe i pacientit? Realisht ka reagime të ndryshme, domethënë ajo varet pak edhe prej mekanizmave, coping mekanizmave që i kanë, domethënë qysh e kanë pranuar situatën. Se sigurisht se edhe faza e pranimit të një lajmi të keq i ka fazat e veta. Shta psikologët i din këto më mirë, po gjithmonë ekziston ajo faza refuzimit, mbas andaj kështu më radhin fazat të cilat varësisht edhe në cilën fazë janë pacientët, varësisht edhe pak varet edhe prej karakterit, e temperamentit e kështu më radh, po eventualisht të gjithë duhet të pajtohen me situatën, po është roli i mjekut që këtë ta transmetoj në mënyrë sa më adekuate, në mënyrë që ta lehtësoj edhe transmetimin e informacionit. Po, sepse është rëndësishme dhe të njoftohet në këtë raste. Absolutisht, është mendoj që kjo pjesë është e vështirë, po është e domosdoshme e vështirë. Për shkak se nëse nuk bëhet në mënyrë të duhur, mund vinë edhe te keqkuptimet. Ka raste kur një familjar apo një pacient ndoshta edhe nuk e ka kuptuar mirë, ndoshta ndonjëherë edhe refuzon ta kuptoj, edhe një farë mënyre në komunikimet e vazhdueshme i rrit shpresat, i rrit pritshmëritë, edhe një farë mënyre mund vi deri te një mos tami konflikt, po deri te një mos pajtim në mes të situatës ekzistuese, edhe mundësive të trajtimit që shërbimi paliativ ka dhe mund t'i ofroj. Doktor, nëse nuk keni diçka me shtu, një falenderoj shumë për informacionet që na dhatë sot rreth kujdesit paliativ. Falenderoj shumë, po ta kënaqësinë që të bisedoj për këtë temë që nuk është shumë e popularizuar, po që realisht është më së nevojshme për trajtimin e pacientëve. Shpresoj që kemi arritur sadopak që edhe shikuesve t'ju japim informacionet e nevojshme, ndoshta ato baziket. Falenderoj shumë. Faleminderit juve.